Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falenderimet me të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të dashur vëllezër dhe motra. Ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame fillimisht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Duke qenë se jemi akoma në muajin në të bukur, në muajin Rabiul Awal, muaji i profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, do doja të flisja sot për temën profeti Muhammed dhe misioni i tij për të ndryshuar njerëzimin. Kur flasim për këtë të dërguar, nuk flasim vetëm për një figurë të madhe të historisë, por për një njeri që ndryshoi rrjedhën e historisë njerëzore përmes besimit, dijes, moralit dhe mëshirës. Ai erdhi në një shoqëri të përfshirë nga padrejtësia, ndarjet, ignoranca dhe konfliktet, por nuk e filloi ndryshimin duke kërkuar vetëm të ndryshonte rregullat e jashtme të shoqërisë, por ai filloi nga vendi ku nis çdo ndryshim i vërtet, nisi nga zemra dhe ndërgjegjja e njeriut. Mesazhi i tij i parë ishte një thirrje drejt Allahut dhe drejt një jete më me kuptim. Ai mësoi njeriut se nuk është krijuar pa qëllim, dhe se jeta nuk duhet të udhëhiqet vetëm nga dëshirat, pasuria apo pushteti. Njeriu ka një përgjegjësi përpara krijuesit dhe një përgjegjësi ndaj njerëzve që e rrethojnë. Kurani i Shenjtë thot: Bismillahirrahmanirrahim. O njerëz, ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre dhe ju bëm popull e fise që të njiheni ndërmjet jush. Më i nderuari prej jush tek Allahu është ai që është më i devotshëm. Ajeti 13 i surës Huxhurat. Pra ky ajet përmban një mesazh të fuqishëm për njerëzimin, sepse vlera e njeriut nuk përcaktohet nga pasuria, prejardhja, ngjyra, pozita apo fuqia, por përcaktohet nga karakteri dhe devotshmëria që ai ka. Profeti i dashur e shndroi këtë parim në një realitet të gjallë. Ai e afroi njerëzit me njëri tjetrin dhe u mësoi se dallimet mes tyre nuk duhet të bëhen arsye për krenari apo për çmim. Një prej mjeteve më të fuqishme me të cilat profeti ndryshoi shoqërinë ishte dija. Fjala e parë e shpalljes ishte Iqra, pra lexo. Dhe kjo nuk është një rastësi. Një shoqëri që nuk mund të ndryshojë nëse njerëzit mbeten rob të ignorancës. Dija i jep njeriu të mundësinë të dallojë të vërtetën nga e pavërteta, drejtësinë nga padrejtësia dhe të mirën nga e keqja. Profeti e ngriti dijen në një pozitë të veçantë dhe i mësoi njerëzit të kërkonin kuptimin, të mendonin dhe të mësonin. Por, dija në mësimin profetik nuk ishte grumbullim informacioni. Dija duhet të shndrohej në vepër. Një njeri mund të di shumë, por nëse vepra e tij dhe dija e tij nuk e bën më të drejtë, më të mëshirshëm dhe më të dobishëm për të tjerët, atëherë ai nuk e ka kuptuar plotësisht qëllimin e dijes. Profeti Muhammed i mësoi njerëzit të luten, por njëkohësisht i mësoi të jenë dhe të drejtë. I mësoi të agjërojnë, por edhe të kontrollojnë zemërimin dhe dëshirat e tyre. Profeti i mësoi të jepnin sadaka, por edhe të mos e poshtërojnë atë që ndihmojnë. I mësoi të besojnë në Allahun një dhe të vetëm, por edhe të sillen me mëshirë ndaj krijesave të tij. Kjo tregon se Islami, sipas mësimit profetik, nuk është vetëm një marrëdhënie mes njeriut dhe Zotit. Ai shfaqet edhe në mënyrën se si njeriu sillet me njerëzit e tjerë. Profeti i dashur, profeti Muhammed, i kushtoi rëndësi të veçantë dhe familjes, sepse ai tregoi se mirësia e një njeriu nuk matet vetëm nga mënyra se si sillet jashtë shtëpisë, por edhe nga mënyra se si sillet me njerëzit më të afërt. Ai u mësoi njerëzit të respektojnë prindërit, të kujdesen për fëmijët, të respektojnë gratë, të ndihmojnë të afërmit dhe të ruajnë lidhjet familjare. Këto mësime janë po aq të rëndësishme sot sa ishin edhe atëherë, sepse edhe shoqëria moderne përballet me dobësimin e marrëdhënieve familjare dhe me një rritje të vetmisë njerëzore. Një tjetër shtyllë e misionit profetik ishte drejtësia. Profeti nuk e shihte drejtësinë si një parim që zbatohej vetëm kur ishte në favorin tonë. Drejtësia kërkon që njeriu të jetë i drejtë edhe kur kjo është e vështirë, edhe kur përballë ka dikë që nuk e pëlqen. Në një botë ku shpesh njerëzit kërkojnë drejtësi për veten, por harrojnë drejtësinë ndaj të tjerëve, mësimi profetik mbetet jashtëzakonisht aktual. Ai na mëson se besimi i vërtet duhet të reflektohet edhe në mënyrën se si gjykojmë, flasim dhe marrim vendime.
Profeti u foli njerëzve që kishin humbur shpresan, u tregoi atyre se mëshira e Allahut është më e madhe se gabimet e tyre dhe se njeriu mund të ndryshojë. Ai nuk i shihte njerëzit vetëm përmes së kaluarës së tyre, ai i shihte edhe mundësinë që ata të bëheshin edhe më të mirë. Kjo është një mësim shumë i rëndësishëm për kohën tonë. Sa shumë njerëz ndihen të gjykuar nga e kaluara, nga gabimet dhe dështimet dhe dobësitë që kishin. Ndërkohë që mësimi profetik na kujton se gabimi nuk duhet të bëhet identiteti i njeriut. Për sa kohë që ekziston pendimi dhe dëshira për të përmirësuar, ekziston edhe mundësia e një fillimi të ri. Profeti nuk ndërtoi një shoqëri vetëm me njerëz të përsosur. Ai edukoi njerëz të zakonshëm dhe i ndihmoi ata të bëheshin më të mirë. Kjo është një prej mrekullive të misionit të tij të bekuar. Ai mori njerëz me karaktere, histori dhe dobësi të ndryshme dhe i bashkoi rreth një qëllimi të madh, i cili është adhurimi i Allahut dhe ndërtimi i një shoqërie të drejtë. Na flet kur përballemi me padrejtësinë. Profeti na flet kur duhet të falim. Na flet kur kemi në mundësi të ndihmojmë dikë. Na flet kur duhet të zgjedhim mes interesit personal dhe së drejtës. Na flet ky i dërguar kur duhet të edukojmë fëmijët tanë. Na flet kur kemi nevojë për dije dhe kur kërkojmë një kuptim më të thellë të jetës. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, nuk ndryshoi vetëm një brez. Ai ndryshoi mënyrën se si miliona njerëz e shohin njeriu, familjen, shoqërinë, dijen, drejtësinë dhe së fundmi marrëdhënien me Allahun. Prandaj, ndoshta pyetja më e rëndësishme që duhet t'i bëjmë vetes nuk është vetëm se sa dim për jetën e këtij të dërguari, por se sa shumë kemi mësuar dhe kemi lejuar të deportojë në jetën tonë dhe të ndryshojë mësimet e këtij të dërguari. Sepse misioni profetik nuk përfundon vetëm me njohjen e profetit dhe historinë e tij, por ai vazhdon çdo herë që një njeri zgjedh të jetë i drejtë në vend të padrejtësisë, të falë në vend të hakmarrjes, të ndihmojë në vend të indiferencës, të kërkojë dije në vend të ignorancës dhe të sjellë shpresë në vend të dëshpërimit. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, të dashur besimtarë dhe besimtare, këtu qëndron madhështia e këtij të dërguarit të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij. Sepse ai nuk i mësoi njerëzit vetëm se si të besojnë, por i mësoi se si të bëhen njerëz të denjë në shoqërinë e tyre dhe njerëz më të mirë. Nëse morali i tij do të jetonte më shumë në zemrat tona, familjet tona dhe do të kishte një vend shumë të rëndësishëm në jetën tonë, atëherë e gjithë komuniteti islam, si të themi, ose ummeti islam do të ishte më në paqe dhe do të kishte edhe më shumë drejtësi dhe marrëdhëniet tona midis njëri tjetrit do bazoheshin në mëshirë, butësi dhe ndjenja të bukura. Prandaj mesazhi i këtij të dërguari ishte përmirësimi i njerëzimit dhe sjellja e tyre në rrugën e drejtë dhe për t'i mësuar se duke u mbështetur tek Allahu xhaleshanuhu, por njëkohësisht dhe duke pasur këto gjërat e tjera, njeriu bëhet njeri në fund të ditës. Në këtë moment të dashur vëllezër dhe motra, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju.